Komisioni Xhungël do të sjellë sot një investigim të ri lidhur me një ngjarje tepër të rëndë e cila 10 vjet më parë synoi të shfaroste një pallat 5 katësh dhe të shkaktonte një numër viktimash prej 86 vjetësh. Kjo është një ngjarje unike e cila nuk ka patur të dytë. Fuqia e madhe e shpërthimit, mënyra se si është realizuar ky akt kriminal, i cili në të vërtetë është një akt terrorist me pasoja tepër të rënda, pasi ka synuar të shfaros një pallat të tërë, 20 familje të cilat banonin në një pallat 5 katësh në lagjen Partizani. Në momentin që ka ndodhur shpërthimi, ngjarja ka patur një ehon shumë të madhe, jo vetëm në banorët e qytetit të Bajramçurit, jo vetëm në opinionin e gjithë vendit, por edhe një ehon të madhe ndërkombëtare. Ka qenë një reagim i madh që ka ardhur dhe nga organizmat ndërkombëtare, të cilat kanë bërë presion ndaj qeverisë asaj kohe, qeverisë së Majt, për të kërkuar një hetim rigoroz dhe një hetim të hollësishëm në mënyrë që të zbuloheshin autorët e këtij krimi, ideatorët, organizatorët dhe ata të viheshin para drejtësisë. Për fat të keq kanë kaluar, siç e përmenda, më shumë se 10 vjet nga ajo ditë dhe ende banorët e atij pallati që përjetuan një nga ditët më të zeza të jetës tyre nuk kanë një emër të dorës së zezë e cila vendosi një eksploziv aq të fuqishëm dhe për fat të mirë me ndihmën e Zotit ata ja dolën mban që t'i mbjetonin atij akti. Edhe mbas 10 vjetësh nuk ka një emër që i kushtoi jetën 27 vjeçares Shot Haklaj. Nuk ka një emër të autorit të këtij krimi që plagosi 10 persona të tjerë. Ende sot në qytetin e Bajramçurit, kjo godinë peskaçe është një provë e fortë e cila denoncon në të vërtetë agjencitë ligjzbatuese për pafsinë e tyre në ndëshkimin e autorëve të këtij krimi. Po ashtu ekzistenca ende në këmbë, edhe pse në gjendje të mjeruar e kësaj karikatine, vazhdon të jetë një kujtesë për gjithë banorët e këtij qyteti në veri të vendit që të kujtojnë ditët e zeza që kanë kaluar, edhe pse nuk duket se ka qenë një kohë tepër e largët. Mjafton të kujtojmë që ngjarja ka ndodhur vetëm 10 vjet më parë, pra në vitin 2001. Ekzistenca e kësaj godine ende në këmbë përbën sot një rrezik tepër të madh, jo vetëm për zonën në të cilën ndodhet dhe për pallatet rreth saj, pasi siç thash ndodhet në një nga zona më të banuara dhe më të popullore të qytetit të Bajramçurit, por sidomos për fëmijët e vegjël, të cilët shpesh herë luajnë rreth ambienteve të kësaj godine. Qysh nga ajo natë, ky pallat 5 katësh nuk e ka ndryshuar më fizionominë e tij, pavarësisht një vendimi që ka marrë Bashkia e qytetit të Bajramçurit, më edhe Këshilli Bashkiak, dhe në bazë atij vendimi u vendos që 2 katet të tij të shëmbeshin dhe 3 katet e tjera, të cilët sipas ekspertëve të asaj kohe u dukën në gjendje mbase që edhe mund të riparoheshin, duhet të ishin kthyer në një ambient banimi për familjet që ngelen pas tre. Në fakt, gjendja në cilën është kallandisur ky pallat është me të vërtetë një gjendje tepër e rëndë, madje një minutë më parë duhet një ekzekutim tjetër i një vendimi të Këshillit Bashkiak të Bajramçurit për ta shëmbur këtë objekt për shkak se rrezikon jo vetëm jetën e banorëve që ndodhen rrotull këtij pallati, por sidomos jetën e fëmijëve të vegjël të cilët luajnë në ambientet që kanë ngelur bosh dhe shpesh herë hipin dhe në shkallët e rrënuara të hapësirave të brendshme të këtij pallati. Bashkia e qytetit Bajramçurit është përpjekur që nëpërmjet një parrulle të shkruar me gërma të mëdha në muret e pallatit, të bëjë një apel banorëve që të mos afrohen pasi rrezikohet jeta e tyre për shkak të shembjes së kësaj godine.
Po pse ky pallat 5 katësh në të cilin banonin 20 familje të qytetit të Bajramçurrit u katandis në këtë gjendje? Cili ishte shkaku që çoi në rrezikimin e jetës së 86 banorëve që ndodheshin mbrëmjen e 31 tetorit të vitit 2000 në banesat e tyre, madje kanë qenë në një gjumë të thellë. Dua të kujtoj që ngjarja e cila rrezikoi të shfaroste krejt pallatin dhe për herë të parë do shkaktonte një numër kaq të madh viktimash, ka ndodhur rreth orës 2:25 minuta pas mesnatës së 31 tetorit, kur të gjithë banorët ishin në gjumë të thellë. Sipas statistikave të Bashkisë së Bajramçurrit, në këtë pallat kanë qenë të regjistruar 126 banorë, por në momentin që ka ndodhur ngjarja, në 20 apartamentet brenda tij ndodheshin vetëm 86 prej tyre. Objekti kryesor i shpërthimit të mesnatës së 31 tetorit ka qenë apartamenti i ish deputetit Partisë Demokratike Azgan Haklaj. Për fat të mirë, atë natë zoti Haklaj dhe familja e tij nuk është ndodhur në banesë. Në banesën e tij që ndodhej në katin e 4 të këtij pallati 5 katësh, atë mbrëmje gjendeshin vetëm nëna e gruas ish deputetit Haklaj dhe po ashtu kushërira e tij Shot Haklaj. Një gëzim familjar që ka patur familja Haklaj atë ditë ka bërë që Azgani së bashku me bashkëshorten dhe fëmijët dhe po ashtu një grup miq të qëndronin atë natë të zhvendoseshin në familjen e prindërve të ish deputetit për të festuar 4 vjetorin e lindjes së djalit të tij. Po atë ditë në qytetin e Bajramçurrit është ndodhur për një vizitë pune dhe ish nënkryetari i Partisë Demokratike në atë kohë, Emin Gjana, dhe po ashtu drejtues të tjerë të niveleve më të ulta të Partisë Demokratike në Tiranë. Për fat të mirë, deputeti Haklaj dhe po ashtu dhe nënkryetari i Partisë Demokratike në atë kohë, Emin Gjana, nuk kanë qëndruar në banesën e Haklajt në lagjen Partizani, por për shkak të ftesës që i kanë bërë prindrit e tij në mënyrë që të kalonin dhe të festonin njëkohësisht edhe 4 vjetorin e lindjes së djalit të Azgan Haklajt, dhe për shkak të mungesës së ambienteve, pasi ambientet e këtij apartamenti në lagjen Partizani kanë qenë të vogla dhe nuk mbanin lirisht një numër relativisht të madh personash që ishin ftuar nga prindërit e deputetit Haklaj. Mbrëmjen e 31 tetorit të vitit 2001, ndërsa banorët e Bajramçurrit kanë rënë në një gjumë të thellë, një dorë e panjohur ka aktivizuar një mekanizëm i cili synonte të shfaroste një pallat të tërë në lagjen Partizani të këtij qyteti. Nuk dihen ende shkaqet, edhe pse kanë kaluar 10 vjet nga kjo ngjarje tepër e rëndë. Nuk dihen ende kush janë autorët, kush janë organizatorët dhe po ashtu ideatorët e këtij akti tepër të rëndë. Rreth orës 2:25 minuta pas mesnate, në 31 tetor të vitit 2001, një shpërthim shumë i fuqishëm ka tronditur jo vetëm pallatin ku ishte vendosur lënda eksplozive në lagjen Partizani, por krejt qytetin e Bajramçurrit. Pallati ku ka ndodhur shpërthimi ndodhej në vijë ajrore vetëm 50 metra nga godina e komisariatit të policisë së Bajramçurrit. Në momentet e para, efekti i shpërthimit ka qenë tepër i madh dhe ka krijuar panik jo vetëm tek banorët e pallatit, të cilëve u është shëmbur çatia mbi kokë, por në gjithë qytetin e Bajramçurrit. Përpjekjet e para që janë bërë nga banorët e pallateve përreth për të parë dëmet e shkaktuara dhe për të ardhur në ndihmë personave të cilët mund të kishin mbijetuar shpërthimit, ka krijuar një situatë të pazakontë dhe një gjendje paniku në gjithë qytetin. Situata fillimisht është dukur tepër e rëndë dhe mjaft e vështirë për të ofruar ndihmë. Mundësitë që ka patur në atë kohë komisariati i policisë së Bajramçurrit, spitali i qytetit të Bajramçurrit kanë qenë tepër të kufizuara. Megjithatë, në sajt të përpjekjeve të mëdha që kanë bërë banorët e lagjes, është bërë e mundur që t'u jepet ndihma e parë, sidomos personave që ishin të plagosur. Nga një
kontroll që është paraprak që është bërë për të ardhur në ndihmë të dëmtuarve ka rezultuar që në gjendje më të rëndë dhe madje e kishte humbur jetën për shkak të shpërthimit ishte 27 vjeçaria Shot Haklaj, e cila sapo kishte filluar të bënte pjesë në stafin e televizionit lokal të Vokuksit. Nga shpërthimi ka patur dhe të paktën 4 plagosur të tjerë që kanë patur nevojë për ndihmë emergjente. Pjesa tjetër e banorëve të pallatit që kanë ndjer mbi kokat e tyre shëmbjen e tavaneve dhe të mureve të godinës janë terrorizuar dhe kanë kaluar në një gjendje paniku total. Janë shëmbur njëra mbas tjetrës soletat e ndarëse të kateve të pallatit për shkak se eksplozivi ka patur një shpërthim të drejtuar vertikal. Në rast se vendosi eksplozivi do të kishte qenë në drejtim horizontal, atëherë pasojat mase mund të kishte qenë shumë herë më të rënda. Si rezultati i fuqisë së madhe të eksplozivit të përdorur aty, i cili në të vërtetë nuk u saktësua kurrë, nëse kishin të bënin me një sasi eksplozivi C4 apo me një sasi tritoli e cila ishte të paktën në mbi 5 kg. Fuqia e madhe e shpërthimit, dëmet e shkaktuara në pallat i bën ekspertët të dyshonin se kishin të bënin me një akt të mirëfillt të terrorist. Pasojat e këtij shpërthimi kanë qenë aq të mëdha mbi objektin, por çuditërisht jetët e banorëve janë shpëtuar për shkak të një fati që duket i çuditshëm se si mund t'i kenë ndihmuar aq shumë atë mbrëmje. Njëherë mbas shpërthimit të ndodhur në Tropoj, Ministria e Brendshme është ngritur në alarm numër 1 dhe ka nisur në drejtim të qytetit të Bajramcurit qindra forca të ndërhyjes shpejt, forca speciale të Reneas dhe ka bllokuar të gjitha akset kombëtare që lidhin qytetin e Bajramcurit me pjesën tjetër të vendit, duke përfshirë rrugën që lidhte qytetin me rrethin e Hasit dhe Kuksit dhe po ashtu aksin rrugor të Qafmalit që lidhte qytetin me pjesën tjetër në drejtim të Tiranës apo dhe aksin nëpërmjet liçenit të Komanit, i cili shërbente si një rrugë kalimi për të lidhur Tropojën me zonën tjetër të vendit nëpërmjet tragetit. Të gjitha postbllogjet në hyrje dhe dalje të tyre akseve kanë synuar që të ndalojnë, të kontrollojnë dhe të identifikojnë çdo person të dyshuar i cili mund të kishte lidhje me shpërthimin që ndodhi mbrëmjen e 31 tetorit 2001 në qytetin e Bajramcurit. Menjëherë mbas ngjarjes, Partia Demokratike dhe në atë kohë shefi i opozitës Sali Berisha akuzoi për autorsinë e këtij krimi segmente kriminale që kishin lidhje me qeverinë e Majt, e cila në atë kohë drejtohej nga ish kryeministri Ilir Meta. Akuzat e bëra nga opozita në drejtim të qeverisë dhe sidomos të kryeministrit Meta u bën për shkak se në harkun kohor të një viti kishte patur ngjarje të njëpasnjishme të cilat kishin vënë përballë dhe kishin konfliktuar agjencitë ligjzbatuese të qeverisë asaj kohe dhe strukturat drejtuese të Partisë Demokratike në rrethin e Tropojës, të cilat drejtoheshin nga Azgan Haklaj. Por zanafilla e kësaj përplasje dhe këtij konflikti të ashpër, i cili sigurisht kulmoi me ngjarjen që ndodhi në 31 tetor, për të cilën, siç e përmenda më parë, opozita asaj kohe akuzoi strukturat e qeverisë Meta dhe sidomos ato të shërbimit informativ si të implikuar në këtë ngjarje, edhe pse në fakt hetimet nuk kanë dëshmuar asnjëherë se kush ka qenë i përfshirë, kush e ka organizuar këtë akt kriminal dhe cila ka qenë pjesëmarrje e agjencive ligjzbatuese shqiptare, sidomos të shërbimit inteligjent asaj kohe, apo sektorëve të tjerë të policisë në lidhje me aktin që ndodhi në qytetin e Bajramcurit. Po pse pikërisht u zgjodh Tropoja dhe pse pikërisht u zgjodh banesa e deputetit që sapo kishte marrë mandatin në Kuvendin e Shqipërisë Azgan Haklaj? Ka qenë fushata elektorale për zgjedhjet lokale të vitit 2000, zgjedhjet e 12 tetorit, kur kryeministri Meta, pavarësisht këshillimeve që mori nga
këshilltarët e tij apo nga drejtuesit e policisë shtetit dhe shërbimit informativ vendosi që të bënte pjesë të itinerarit të tij të fushatës elektorale edhe qytetin e Bajramcurit. Kryeministri Meta ka shkuar mesditën e 26 shtatorit të vitit 2000 në qytetin e Bajramcurit, i shoqëruar me forca të shumta të policisë, të grupeve të gatshme, të forcave të ndërhyjes shpejt dhe forcave speciale Renea. Ndërkohë, ishte parashikuar që gjatë kohës që ai do të ndodhej në qytetin e Bajramcurit, do të mbante edhe një fjalim në një miting të improvizuar në sheshin kryesor të qytetit, një miting që ishte organizuar edhe nga dega lokale e Partisë Socialiste. Por situata e gjendjes në qytetin e Bajramcurit atë ditë është acaruar qysh në orët e para të mëngjesit. Grupe mbështetësisht të Partisë Demokratike, të cilët janë grupuar për të pritur kryeministrin Meta dhe për shkak të situatës konfliktuale që mizëronte në vend në atë kohë, përplasjes së madhe midis opozitës drejtuar nga kryeministri aktual Sali Berisha dhe mazhorancës së majtë që qeverisë vendin e drejtuar nga ish kryeministri Meta, tropoja ishte kthyer në një shesh përplasje apo një shesh betejë mes përkrahasve të të dyja palëve. Dhe në të vërtetë ajo që parashikohej të ndodhi pikërisht në momentin kur ish kryeministri Meta u ngjit në podiumin e improvizuar për të mbajtur fjalën e rastit. Sapo ai ka filluar të flas, qindra simpatizantë të Partisë Demokratike, të mbështetur dhe nga banorët të qytetit të Bajramcurit, kanë filluar të brorasin emrin e liderit të opozitës Sali Berisha dhe të herojt të demokracisë Azem Hajdari. Po ashtu gjatë kësaj kohe janë hedhur dhe parrulla kundër kryeministrit Meta dhe qeverisjes së majtë. Situata është dukur me të vërtetë tepër e agravuar dhe tentativa e forcave të shumta policore për ta mbajtur nën kontroll zhvillimin e mitingut ka qenë totalisht e pamundur. Për fat të mirë, situata nuk ka përfunduar në përdorimin e mjeteve të forta nga policia apo dhe armë të zjarrit, pasi pasojat do të kishin qenë tepër të rënda. Kryeministri Meta i ndodhur pa një gjendje krejt e papritur, është përpjekur që t'i qetësoj me batutat e tij që u ka drejtuar pjesëmarrësve, të gjithë pjesëmarrësve që ndodheshin në atë miting, duke përfshirë edhe ata që kishin dalë të protestonin kundër tij. Por përpjekja e kryeministrit asaj kohe nuk ka dhënë rezultat. Situata ka vazhduar të agravohet dhe në një moment të gjithë drejtuesit e policisë që kishin marrë përsipër mbarvajtjen e këtij mitingu i kanë kërkuar kryeministrit që të largohet prej aty pasi ata nuk mund të siguronin dot lëvizjen e tij dhe nuk ishin në gjendje të siguronin dot vazhdimin e mitingut. Kjo situatë është acaruar deri në pikën sa edhe lëvizja e kryeministrit është bërë më këmbë nga vendi ku mbahej mitingu deri në hotel turizmin e qytetit. Ka qenë një distancë për rreth 300-400 metrash që kryeministri ka përshkuar më këmbë, i rrethuar nga një eskortë e fuqishme e trupave të gardës dhe forcave speciale dhe gjatë gjithë kohës është shoqëruar nga broritjet dhe nga parrullat kundër tij dhe kundër qeverisë së majtë në asaj kohe. Situata është dukur tepër e rëndë për shkak se mjetet që shoqëronin kryeministrin nuk janë tërhequr dot nga drejtuesit e tyre, por kanë ngelur në mëshirën e protestuesve që kanë tentuar t'i përmbysin ato. E shkruar një situatë e tillë sa duke e vështirë mënyra se si do të largohej kryeministri asaj kohe nga qyteti i Bajramcurit. Dëshiroj sot t'ju jap besën si shqiptari i shqiptarit, si malcori i malcorit, si burri i burrit, si Rizat Cerova Bajramcurit, se do t'jemi së bashku në përpjekjet tona për demokraci dhe për prosperitet në të gjithë Shqipërinë.
strukturat e policisë kanë akuzuar për organizimin e kësaj situate që ngjante një antimitingu, pikërisht drejtuesit e degës lokale të Partisë Demokratike, e cila drejtohej nga Azgan Haklaj. Dhe ai u fajsua dhe u etiketuar si njeriu kryesor i cili kishte marrë përsipër dështimin e vizitës së kryeministrit Ilir Meta në qytetin e Baramcurit. Është dashur që kryeministri të futet në ambientet e brendshme të hotel turizmit të qytetit dhe të sigurohet më saktë nga pronarët e hotelit, bën të mundur që të qetësoj turma e simpatizantëve të Partisë Demokratike dhe ata rreth gjysmë ore më vonë të largoheshin për t'i dhënë mundësi kryeministrit që të nisej nga qyteti i Baramcurit në drejtim të Malësisë së Madhe dhe për të vazhduar itinerarin e vizitës që ai kishte planifikuar qysh në momentin që ishte nisur nga Tirana. Pasojat e kësaj ngjarje dhe imazhi transmetuar në kronikat e kohës dëshmuan për një situatë vërtet shumë të acaruar në qytetin e Baramcurit gjatë kësaj vizite dhe për tentativën që ishte bërë nga një numër i madh simpatizantësh dhe mbështetës të Partisë Demokratike në Tropoj, jo vetëm për të penguar vizitën dhe për ta nxjerrë të dështuar tentativën që bëri kryeministri Meta, por kishte patur dhe si synim që të mbanin, të izolonin apo më saktë të mbanin peng për disa orë, qoftë edhe për disa minuta kryeministrin e vendit në shenjë proteste dhe rebelimi për mënyrën se si ishte duke qeverisur mazhoranca e majtë dhe më presionin që ajo ushtronte ndaj opozitës drejtuar nga Berisha. Mos harrojmë që kjo vizitë bëj pikërisht në vendlindjen e shefit opozitës Sali Berisha, në vendlindjen e dëshmori demokracisë Azem Hajdari dhe lëvizja e Metës ishte kuptuar si një sfidë që bëhej si ndaj drejtuesit të opozitës, ashtu dhe ndaj mbështetësve të tij në vendlindje.